بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Të gjitha falëndërimet, lëvdatat më të plota, më absolute janë vetëm për Allahun xhelle xhelaluhu, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet, mirësitë, begatit, salavatat e Zotit xhelle xhelaluhu të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe i shkojnë pas rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, e lutim Allahun xhelle ala fillimisht që Zoti jon xhelle xhelaluhu na begaton me begatit e tij të mëdha, na kaplon me rahmetin dhe mëshirën e tij, na e shton vullnetin, energjin, motivin, takatin, mi boj ibadet Zoti xhelle xhelaluhu. Është muaj i ibadetit, është muaj i veprave të mira, është muaj ku njeriu i jep përparësi shpirtërorës para trupit, dhe kjo është kuptimi i agjërimit, dhe kjo është kuptimi i ngushtimit të grykave të epshit, dhe kjo është kuptimi i pengimit të instinkteve që i kemi brenda nesh, duke i ndal zanafillat nga fillimi, duke mos i ushqy ato, duke i pengu ata, vetëm që shpirtërorja, që ajo pastërtia që e kërkon Zoti jon xhelle xhelaluhu prej neve tjetë e para dhe të mbetet trupi pas. Muaj Ramazanit është muaj në të cilin Allahu xhelle xhelaluhu e ka zbrit Kur'anin. Muaj në të cilin Allahu te bareke ve teala e ka ndryshuar universin në përgjithësi, duke filluar nga qielli, pastaj duke zbrit drejt tokës. Muaj Ramazanit është muaj i cili na ka sjell në xhami. Muaj Ramazanit është ai i cili na ka bë të dalluar nga mosbesimtarët, nga mohuesit. Andaj besimtari në këtë muaj nuk din se nga t'ja fillon t'i numron begatit, ku begatit të këtij muaji janë të shumta. Por se të nderuar xhamatli, neve nuk kemi hapësirë kohore që të flasmi për të mirat e agjërimit, nga se ja kemi përcaktuar vetës temën dhe kuvendin për të cilin do të flasim. Andaj vetëm duke e bën një hyrje të shkurt që ta lutim Allahun xhelle xhelaluhu, duke mos e harruar nimetin e Ramazanit, e përmendëm këtë pikë të shkurtër. Tematika jon është e drejt për drejt me ata i cili është imam i të gjithë imamve. Është ai i cili neve nga dashuria ndaj tij sot kemi ngel pa buk. Nga dashuria e tij e kemi pengu vetëm nga uji. Nga dashuria e tij e në respekt të tij për të arritë të Zoti jon xhelle xhelaluhu, neve jemi të bë as ka jemi të bë në Ramazan. Krejt kjo ndaj dashurisë së tij Muhamedit alayhi salatu wassalam. Por se kjo dashuri, por se ky respekt duhet të shtohet njohja e tij. Duhet ta njohim, duhet ta dim kush është ai, çish ka jetu, çish është zhvillu, si ka qenë fëmiria e tij, si ka qenë rinia e tij, si ka qenë burria e tij, si e ka trajtue ai 63 vjeçarin e tij të ndershëm alayhi salatu wassalam. Andaj besimtari nuk guxon të mjaftohet me informata të shkurtra çka i ka për Muhamedit alayhi salatu wassalam, se ka ekzistuar një Muhammed i biri Abdullahut, ka jetuar në Mekë, ka shkuar në Medinë, edhe disa tek tuk për informatave. Kjo besimtarit nuk i takon, nga se neve është turp
me ditë për jetën e kësaj bote ma shumë se për Muhammedin alayhi salatu wassalam, me ditë për tregtin, ekonomin, bizneset, se si shkojnë artikujt, e si shiten artikujt, e si bëhen këmbimi valutave, e mi ditë çmimet, e neve nuk shlojmë pe kur t'i ndrojmë monedhat, i dim edhe deri në centin e fundit se sa ka mundësi dikush me na bë neve mashtrime, dhe kitë këto informata e zojnë një vend të madh tek zemrat tona. Andaj kjo është e gabume, kjo është e gabume. Neve duhet ta shtojmë njohurinë për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Andaj thamë në ligjëratën e parë se nan nga këto ligjërata nuk synojmë me përfshi historinë e tij alayhi salatu wassalam. S'kemi mundësi me përfshi. Andaj dietarët thanë, nuk lejohet me thanë dikush unë e di këtë historinë e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Argumente se historinë e tij na e ka dhënë Allahu në Kur'an, e ajetet e Zotit askush nuk i din deri në fund. Gjithmonë jetë zbrastin e padijes. Ti mundesh me lexu një tefsir, e një shpjegim, e një tjetër, e mundesh me lexu me tonelata shpjegime dhe prap ngel, çka ngel? Ngel munges e padijes në shpjegimin e fjalëve të Zotit xhelle xhelaluhu. Nga se fjalët e Zotit te bareke ve teala janë cilësi e tij, vetit, atributi i tij. Ajo është e veçanta Zotit. A ka mundësi dikush me e ditë sa është i madh Zoti? S'ka mundësi. Kështu edhe kuptimet e Allahu xhelle fiula. Atëherë na çka po bojna? Mu afru sa do pak, me ditë sa do pak, me shtu sa do pak nga informata që na duhen për jetën e tij të ndershme alayhi salatu wassalam. Të nderuar xhamatli, jeta e tij është jetë e begatshme. Një jetë të cilën nuk ja ka dhënë Zoti jon xhallahu ala as një pejgamberit më parë. Tham Allahu xhelle xhelaluhu e ka bo përgatitjen e ardhjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam sa një ditë, 2 ditë, 1 vjet, 10 vjet, jo, me qindra vite për para. E që Ibrahimin me andrejt shtëpijën në Qabe, me e bo Mekën qendër të dunjas, me regulue shtëpin e Zotit Ibrahimi alayhi salatu wassalam, me ripërtri nga se ka qenë e rënume qish nga koha Ademit alayhi salatu wassalam, por se Ibrahimi këta nuk e përdori për veti, as nuk e përdorën pejgamber të tjerë që ka ardhën, as Ibrahimi, e as Ishaku, e as bite Jakubit, të gjithë i manifestuan veprat e tyre, davetin e tyre, thirin e tyre, ku e manifestuan? E manifestuan nga pjesët tjera të tokës, nga Palestina, këndej. Egjipti ishte vend i Musës, Medjeni, disa pjesë të Egjiptit dhe afër Palestinës, po Mekja pse u ndërtu e nuk u shfrytzu? Kanë thënë dietarët, Zoti jon xhelle xhelaluhu e boni nga dora Ibrahimit të ndërtohet dhe mos të përdoret pastaj prej asnjë pejgamberi pas ti deri tek Muhamedi alayhi salatu wassalam, që nën kupton se përgatitja për me ardhë ky njeri i madh së shbo 1 vit, 2 vit, 10 vite, o shbo me shekuj. Andaj Zoti jon xhelle xhelaluhu kur e thirr Muhamedin alayhi salatu wassalam në ndjekjen e babës së tij, thot ittabi millete ebike, ndjeke milletin e babës tanë. Ku është baba i tij? Ibrahimi. Po Ibrahimi ka djem. Pse nuk ja përmend pejgamber çka i ka më afër atina, po ja përmend babën kryesor, nga se baba kryesor është ai i cili e ka përgatit me dydurt e tij që të vjen vula pejgamberis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky ummet e ka ndërlidhjen e ngushtë me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj treguam se si janë vendosur arabët në Mekë dhe në Gadishullin arabik, dhe si është martu Ismaili me një fis prej fiseve të arabëve, dhe si është zhvillue
jeta e tyre, pasaj si ka ardhur një fis tjetër i quajtur Khuzaa. Ky fis ka ngadhnjë mbi fisin, mbi miqt e Ismailit alayhi salatu wassalam, dhe u ka marr pushtetin dhe frenat e pushtetit. Pastaj është zhvillu jeta në kontrollin e fisit të Khuzaa. Nga ky fis ka ardhur një njeri i quajtur Amr ibn al-Luhaj al-Khuzai. Këtë njeri e ka tregu pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ky njeri e ka ndru fenë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Kur ka shkuar në Sham dhe ka rrugtuar dhe ka bë shëtitje, ka gjetë popull të cilët adhurojnë idhuj. Dhe ju ka pëlqyer kjo formë e adhurimit dhe i ka sjell disa prej idhujve në gadishullin arabik dhe kanë filluar arabët me ndryshu gradualisht fenë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe këtu kemi ngel. Dhe neve thamë se nuk mundemi me hitë Muhamedi alayhi salatu wassalam pa i pa disa rrethana për para. Nga se nga përgatitjet e Zotit e shohim edhe madhështinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam, se nuk është të ardhur njëri thjesht. Aq sa është më e madhe përgatitja, neve e kuptojmë se është të ardhur dikush i madh. Allahu kur e ka zbrit Kur'anin i ka blloku dyert e qiejve. Ndërsa para se me i blloku dyert e qiejve, gjinët në Kur'an kanë përmend se na tash nuk po mundemi me deportu në dyert e qiejve, dhe se diçka është të ndodh. Mi mshel njerëzit këtë dyert e veta, mi mshel qytetet këtë dyert e veta, dhe me u izolu krejt njerëzit në për shtëpit e veta, dhe me ani njeri me kalu këtu në për qytet. Qa kish me thonë? Diçka ka të ndodh. Pse janë mshel njerëzit? Pse janë bloku njerëzit? Pse s'dali njerëzit? Diçka është të ndodh. Sikur që kur ardh Muhamedi alayhi salatu wassalam, u mshelën arabët. Kur ardh fitues, në fund, do ta shohim me lejen e Zotit subhanahu wa taala, kur ardh në fund, u mshelën arabët. Pse u mshelën? Se kishin gabu. I kishin dalë karshi Muhamedi sallam me luftë dhe u mshelën në shtëpitë e tyre. Po diçka e madhe ishte ndodh. Çka ishte ndodh? Preja asaj dite që i kanë mshel ata dyrt, ata si kanë qelë mo. Pro s'ka mujt më prej që aty me dal e keqja, s'ka mujt më prej që aty mu bo fesadi, nga se Mekja ka vazhduhe dhe do të vazhdojmë dërë ditë kiametit me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu, kible dhe vend drejtim dhe vend këthim dhe vend dashurije për muslimanët deri kur ta cakton Zotit jon te bareke u te ala. Andaj neve duhet para se me hitë Muhamedi alayhi salatu wassalam ta shikojmë pak përpara çka ka ndodhur. Prej pikave që duhet neve ta diskutojmë dhe kanë diskutuar ulemat në librat e tyre, pse arabët? Pse prej arabëve? Pse jo prej romakëve? Pse jo prej bizantëve? Pse jo prej persianëve? Pse jo prej indianëve? Pse jo prej fiseve tjera? Pse jo prej Ballkanit? Pse jo prej siç veti njerëzit? Apo pse se ka qu shqiptar? A tjetëri thot pse se ka qu gjerman? A tjetëri thot pse se ka qu prej fisit ton? A di kush është fisi jon? Këto pyetje na i ka tregu Zoti jon Gjelle Gjelaluhu. E a'jamiyun am arabi? Allahu Gjelalu tha po vesin. A pse arabisht? E pse jo arabisht? A di kanë diskutuar ç'është moti? وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. Than Allahu na e tregon çfarë than ata. Than ata që s'kan besu. Pse nuk po zbrit ki Kur'an në një njeri të madh nga dy qytetet, nga Taifi dhe Mekja? Pse Muhamedi jetim, fukara? Tha Allahu Jelle wala me përgjigje të shkurtë. E hum yaksimuna rahmet e rabbik. A ta kanë me da kismetin e rahmetit të Zotit tanë? Kush prej neve ka mundësi me u përzi në librin e Zotit? Kush prej neve mundet me ndryshu ata që ka Allah e ka shkryt në librin e ti, në dijen e ti? A mund është ti me ba fukarajën pasunik? A mund është me ba pasunikin fukara? Kella. Kur? As njëherë. Ti mund është mu varë prej të keqtit dhe Allah e cakton caktimin e tina. Ti mund është me dek prej të keqtit, Allahu e çon caktimin e tina. Andaj, një përgjigje e Zotit Gjelle Wala në Kur'an, pse nuk ishte prej jo arabëve, ose pse nuk ishte prej atij fisit, e këtij fisit, tha Allahu Gjelle Wala,
e hum yaqsimuna rahmat rabbik, a ta kanë me vendos Allahu që shëdon rahmetin. Allahu dashti Muhamedi alayhi salatu wasalam me qenë pejgamber i fundit. Por se dietarët i kanë studiu disa rrethana historike, gjeografike, të fiseve, të gjuhave të botës, dhe janë mundu me nxjerr disa prej dobive. Neve do t'i përmendemi shkurt dhe me shpresë që të futemi pak në historinë e lindjes dhe emrit të tij të ndershëm alayhi salatu wassalam. Pse arabët dhe jo bizantët, dhe jo romakët, dhe jo persianët, ndërkohë që romakët kishin pushtet të madh, e kanë pas Turqinë e sotme, Afrikën veriore, e kanë pas Ballkanin, e kanë pas Irakun, e kanë pas shumë prej tokave të mëdha të asaj kohe, e kanë pas Greqinë, dhe janë përzi filozofia nga ana e Greqisë, dhe është përzi e krishterizmi me filozofit greke, dhe është bo një fe e cila është, që ka thonë dietarët, është e pakuptueshme në racionalen e njeriut. Pse ata? Pse prej tyre jo? Pse jo prej persianëve? Pse jo prej indianëve? Dietarët kanë thonë pika e parë. Pse jo prej tyre? Nga se natyrshmëria e arabëve apo natyrshmëria në krejt njerëzimin ishte e paprishur vetëm te arabët. Krejt natyrshmërit ishin prish. Çfarë do të thonë këtë natyrshmërit ishin prish? Na përmendëm se njerëzit kur thonë arab në xahiliet ja përmendin vetëm të këqija. Po ato të këqija janë sekondare. Ato të këqijat janë, i thonë aksident. Arab nuk janë bazë, janë prej mos menaxhimit të mirë, prej mos prisit të mirë, prej mos ekzistencës dikush ka i drejton ata. Po nuk janë bazament. Dietar thanë, krejt popujt ishin prish në natyrë përveç arabëve. Cilat ishin këto që s'ishin prish? Bujaria, fistikria, trimëria. Dhe prej asaj çka nuk ishte prish, ishte moshyrja e filozofisë tek ta. Arabët nuk e dinin çka është filozofi. Filozofia ishte grek, pastaj hyri te romak, pastaj e kanë përdorur edhe persianët. Dhe e kanë përdorur edhe popujt tjerë. Por se arabët nuk e dinin çka është filozofia. E çka është filozofia? Filozofia do me thonë dashuri ndaj urtësisë. Dashuri ndaj urtësisë, kjo filozofi. Por se filozofia, tash kur i thonë dikujt mos u bën filozof, e kanë negativ, e kanë për të keq. Pse? Nga sa ajo ka marrë kahje të gabume. Filozofia tek muslimanët ka shkaktu dame të mëdha. Prej tyre është humbja e pojës edhe e jojës. Pra, filozofi s'ka diçka të preme, s'ka po, mundët, s'mundët, edhe poja e man jojën, edhe joja e man pojën. Por shembull, ata kur kanë folë për Zotin kanë thënë, mundet me ekzistu, por mundësit mës me ekzistu janë qatë sa janë mundësit me ekzistu. Që qështu kanë folë ato për Zotin. Kur kanë thënë ato, ilah, ako Zot, kjo gjithësi, ka thënë shiko, faktet flasin që ka Zot. Po në qatë dosë shka flasin faktet se ka, në qatë dosë flasin se nuk ka. Dhe njeriu i cili i tretë e dëgjon këta çka thot, a janë rregull këta, a janë tamam. Andaj nuk e ka besu kërkosh atyre. Andaj ju ka, edhe sot shkenca sot e Evropës e ka hedh poshtë filozofin, e ka hedh poshtë filozofin e kaluar. Pse? Është e padobishme. Ky ilaç kur të vendoset dhe vërtetohet shkencëtarisht dhe me medicinë dhe me mjekësi dhe vërtetohet, çka vërtetohet? Ose dami ose dobia. A mundet dikush një mjek me thonë pije këtë bardh, ose të mit ose të gjallë? Kush e pi? 50-50, kush e pi? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Mirë po, Allahu te bareke ve teala nga këto njerëz i zgjedhë arabët për shkak natyrshmërisë së pastër të tyre, natyrshmërisë së pastër të tyre. Për asaj që ka përmendur dietarët, sepse arabët ishin të vendosur. Çka ishin të vendosur? Arabët nga krejt
popujt ishin njerëzit më të rima, më të guximshëm dhe më të skalitur në vështirësi. Për shembull, romakët ishin të mësuar me pallate, apo me pallate, me ujë, me ushqim. Ata nuk e kishin idenë çka është zor. Nuk e kishin idenë çish i bie mu kon zor, çish i bie mu kon fukara. Sot na edhe kur flasim për fukarat, nuk e kalon fjalën. Çish i bie mu kon fukara. Çish është për një mos me pas. Romakët se dishin, as persian nuk e dishin, arabët e dishin. Arabët atë shumë e kishin shiju fukarallëkun, sa që nga friga e fukarallëkut, nëse i lind të fëmija edhe ja mërë të menja se s'ka mundësi mi siguru ushqim, e mytte. Kush e di ma mirë fukarallëkun? Ky apo ai tjetri? Ky e ka mitë fëmijën prej tutës, prej frigës, çka mi bëk ti fëmijë? Çka mi dhanë? Andaj tha Allahu xhelle xhelaluhu, "Wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq. Allahu yarzuqukum wa iyyahum." Tha Allahu xhelle xhelaluhu, mos i mitni fëmijët e juve nga friga e fukarallëkut, se ai çka ju furnizon juve, edhe ata, edhe fëmijët edhe juve. Po a qatë shumë kam ri friga prej fukarallëkut? Po, sepse ata s'kan pas. Andaj dietar nga kjo kanë nxjerrë në dobi, pse për te arabët? Se arabët e kishin të njohur fizikisht, shpirtnisht, me dhimbë të kishin njohur fukarallëkun. E kjo çka ka bëj me pejgamberin? Sepse mesazhi pejgamberik ishte me duru skamjen, me duru të keqtin, me duru sprovën, me duru e me ballafaqu me lloj vështirësie, siç do ta shohim që është ballafaqu Muhamedi alayhi salatu sallam, derisa ka thënë sallallahu alaihi wasallam, pasha Zotin, pasha Allahun, kur kush s'është nënçmu si jam nënçmu unë, dhe kur kush nuk është keq trajtu si jam keq trajtu unë, alayhi salatu wasalam. Këta pse e ka thënë? Kur i ka pa disa shokë të tij kanë menduar se ka sikur sot njerëzit një vit në islam, 2 vit në islam edhe thot çka kum dhënë unë për këtë fe, për këtë haron, po njerëzit se nuk flasin, nuk do më thonë se ata s'kan sakrifikuar. Andaj tha Muhamedi alayhi salatu wasallam, wallahi s'ka dikush që ka sakrifikuar si unë. Qysh, po jetim është rrit, pa babë është rrit, pa nanë është rrit, gjishi i ka vdek, është maltretuar, e kështu me radhë, ka jetu vetë, është izoluar në shpellë, e kështu me radhë, kjo është maltretim, e kështu me radhë. Andaj, arabët ishin mësuar në vështirësi, dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, mesazhi i tij nuk e duronte komoditetin. Nuk e duronte komoditetin. Urat e Zotit nuk janë kur të munësh, bajna kur të munësh jo. Tha Allahu xhelle xhelalu, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfin. Ka për njerëz që Allahun e adhurojnë në harf. Çka është harf? Harf e dini ju shkronjës i thojnë. Harf i thonë shkronjës, për para se mi thonë shkronjës i kanë thonë skajt. Ja, kjo është në skaj, në fund, në te. Tha Allahu xhella, ka për njerëzve që ka adhurojnë Allahun në te, në skaj. Nëse e godit e mira vazhdon, thot mira puna. Mira puna vazhdojna. E me bo me godit e keqja in kaleb, e rrotlon. Rëmbehet nga e keqja dhe dështon. Tha Allahu xhella, khasirat dunya wal akhirah. E ka hum dunjën dhe ahiretin. E ka hum dunjën kur ka punu mirë, se si pranohet, dhe kur është kanë keq ka rrotllue, me këtë rrotullimin i ka humbë të gjitha. Kjo ishte të romakët me të madha, ata se dishin çka është e keqja. Nuk i dishin çka vështirësia. Andaj Zoti jon xhelle xhelalu, por shkak se ky mesazh, tha Allahu te bareke ve teala në surën e 3 që e zbriti më një herë, surja Muzammil, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Tha Allahu xhelalu në surën e 3, Iqra, Mudaththir, Muzammil. Kjo është surja e 3 që kishte zbrit. Çka i tha Allahu në fillim? Pa servilosje, pa e manipulu Muhammedin sallam ndjenja. Nuk i tha hajt se bëhet mirë. Jo, pin fillim i tha, kena me ta zbrit një fjalë të rëndë. Ki pa njerëzit kanë dëshirë njerëzve me ja u lehtësue. Jo, kjo fe është serioze. Kjo fe nuk pranon padituri. Kjo fe nuk pranon ignorancë. Kjo fe nuk pranon me ta bë çefin, nuk pranon. Në mujna ti me ta bë çefin, po dije se Allah s'ta ban çefin. Këta ju librit e shes se s'ta ban çefin. Andaj Allahu që e tha pin fillim, surën e 3 që e ka zbrit. Tha, na kena me ta zbrit një fjalë të rëndë.
Ka ardhur për transmetime të dobta se kur i ka zbrit kjo fjalë, i ka thënë Hatijës radhiyallahu anha, i ka thënë oj Hatijë, me këtë ajet unë mos në flej rahat. Edhe s'ka flet sallallahu alaihi wasallam. Andaj kur e pyetën pejgamberi alaihi salatu wasallam, çish po ninon ti 3-4 ditë pa e prish, çka tha? Syri jam fle, zemra nuk fle. Ai edhe në gjumë nuk fle. Pra ai pushon në aspektin fizik, por ai është zgjut. Ai adhuron Allahu xhallahu ala edhe zgjut. Kjo nga vazhdueshmëria e veprimtarisë së tij. Andaj prej pikave që i kanë përmendur dietarët është se ata kanë qenë të durueshëm. Kanë qenë që ishin sprovu shumë dhe ballafaqoheshin me lloj sprove. Me lloj sprove. Andaj kjo ishte një lloj para përgatitje dhe merit që ky pejgamber për shkak mesazhit të madh që ai kishte dërguar Zoti i xhallahu ala me pas kallopin tamam. Me pas kallopin çka vendoset tamam, nga se nuk e shkon tamam, çka kishin bë, çka bën njerëzit sot. Çka bën njerëzit sot? Ja për shembull, me hyrjen e filozofisë, çka ka bë? A ke mujti me gjetë sahabe? Mi thonë, ja Rasulullah, qire ti mire ki, ama nuk të kuptojnë a bashkë qështu që po thu ti. Ha? Ti mire ki, ama mure dhe kështu, s'ka pas asin sahabe. 12 pyetje në transmetimin tjetër, 14 pyetje mas shumë dhe në bo Muhammed e Sram, ka thoni për Qayyim el-Jauziyje, dhe këto pyetje nuk janë kërkim të arsyjes, pse ka thonë, po qka me bo, qysh me praktiku. Pro 14 pyetje krejt, ja kanë bo, alayhi salatu selam. Këto 14 pyetje nuk janë, e pse thave tash qështu? Jo, nuk janë kësaj kaptine. Çfarë kaptine? Ja Rasulullah, nuk e kuptum qysh me praktiku. Qysh me zbatu. Jo pse ki thonë. E na çka i thojnë asot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e njerëzit çka i thojnë? Shiko, kjo kuptohet edhe kështu. Shiko, kjo kuptohet edhe kështu. Dhe manipulohet me fjalën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe krejt kjo nga filozofia dhe prishja në tërshmërisë së pastër të njerëzve. Andaj kjo është prej pikave të cilat i kanë përmend dietarët se ka qenë merit e arabëve që të jetë prej tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej pikave që i kanë përmend dietarët është se arabët e kanë dashur lirinë, e kanë urrejt zullumin, e kanë urrejt nënçmimin dhe poshtërsimin. Dhe kjo ka qenë në përputhje të plot me mesazhet e Kur'anit të Zotit xhel xhelaluhu. Një popull që e do nënçmimin, që poshtërsohet, që liksohet, që thot anibe, çish thojnë ata. Leje, mo, ani, keq. Ky popull nuk mundet me marrë mesazhin e Zotit xhel xhelaluhu. Nuk mundet ku të vjen fjala e Zotit xhallahu ala dhe na me thon leje se s'mundet, nuk mundet se duhet ndryshe. S'mundet kështu. Andaj krejt popujt tjerë ishin nga kjo kategori arab si kështu. Arabi veç e kishte një problem. A bindet as bindet. Si të bindet që po ai vdes edhe nuk ndron. Vdes dhe nuk ndron. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u dashte një popull i tillë që kur thoje po, mos mi thonë dikush, nuk mundemi. Andaj shiko kur ja dhanë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ensarët, do të vim të kjo ngjarje, do të vim me lejen e Zotit xhel xhel. Kur ja dhanë besën, çka u bë? Abbasi, djali, axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, axha më i vogël i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha, o ju njerëz, o ju banor të Medinës, ata ende nuk ishin ensar, masane ju banën ensar, tha, o ju njerëz, nëse doni me dhonë që tu garanca se keni me mbrojt djalin e vllavit tem ma shumë se sa i mbroni fëmijët e juve, e gratë e juve, e pasurit e juve, tregoni pi që tu t'ja u jap, por ndryshe na shkojmë deri në fund. Alas ishte musliman Abbasi, nuk ishte musliman, po e donë të si djallë vllavi. Tha, si të mi garantoni që to qeko e kini Muhamedi alayhi salatu selam, nëse s'mi garantoni, na shkojmë deri në fund, nuk e japmi. Na shkojmë deri në fund, nuk e japmi. Dhe kur u përsërit ky besatim, vetë ensarët njëri prej tyre tha, o ju njerëz, a jeni të di çka jeni të thonë? Thanë do, çka jeni të thonë? Tha, jeni të thonë se kena me dalë karshikit dunjajës, a jeni të gatshëm? Çështu thanë?
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zgjat me dorën, edhe e zgjatën dorën. Kjo krejt çka aludon? Çka aludon? Sa ata kur e jepnin besën, mu praptu ata i shkojshin pas besës. Andaj, edhe kur e strehun Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ata nuk e preknin. Ata ishin shumë nervozum me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin shumë të mlefost, shumë zemrum, nuk mushin me duru zemrimin. Nga se ishte të shku presidenca dhe krejt pushtetit të re. Por çka banin? Derisa ishte gjallë Ebu Talibi, çka thëshin? O Ebu Talib, ikti. Po mira, s'mushin me thonë të Ebu Talibit, ndash ik, ndash mos ik, na kena më morë me pejgamberin. Jo, theke, ikti. Pse ikti? Sepse ti së ndvojna kur gjanë se kena besën e ti. Qfar bese? Kryetarin se prek, deri sa qloj e pepi ti. Apo? Kur erë Muhammed e sëram për Taifit, i dëbuar, u friksu me inë Meke. Dhe tha, kush ka mundësi me më dhonë garancë? Pse tha kush ka mundësi me më dhonë garancë? Nga se e dinte Muhammed a.s. se Arabët kur të thojnë s'pot prekna. Po me ba me të thonë pot prekna, qatë moment qka e kanë tërheq besën Arabët, qa ka po për mësram? Valizhet edhe Medine. Pse? E ka ditë, se ata kur thojnë, nuk të gjap në mo besë, kjo është krimo, andaj kur dhanë fjalim, se kena me dëvra, shkojnë Medine. Po deri sa i thëshin, ki besë, a i rinë të rahat të shpija e ti. Pse valë? Tek njerëzit e tjerë të romakët kjo ishte, ata e thenim besën, ata i thëshin njerëzit, ki garancë, nesër i shkojshin të shpija. I thëshin, hajtë se s'kena me të prek, nesër shkojshin e ngutëshin. Andaj sigur të njerëzit sot, ja japin besën dikujt pasaj qka i thojnë. A vëlla mu lëvërdija tash s'male, une kam dobi të mija. Ja, arabët kjo. Andaj kjo ishte përgatitje për Muhammedin s.a.s. se kallop i shpirtit dhe arabët ishin shumë mirë të përgatitur që ta majnë mesazhin e Zotit te bareke ve teala. Andaj këto ishin disa prej dobive, dhe pse ka shumë dobi të tjera, neve nuk kemi mundësi të ndalemi me të gjitha për shkak të kohës, nga se dëshirojmë që përmendim disa prej meseleve të tjera. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Tha Allahu jalla wala, duke përmend këtë merit dhe këtë dinjitet që ja u dha arabëve, tha Allahu te bareke ve teala, është Allahu ai i cili e dërgoi te analfabetët ummiyin. Dhe përmenda në ligjeratën e kaluar, analfabet të na është në nëshmim. Por analfabet për Muhammedin s.a.s. është krenari. Dhe një pjesë e kësaj krenarie, jo krejt, një pjesë është edhe të arabët. Pse? Arabët s'din me shkrujt, s'kan dit me shkrujt, ta s'din. S'din me ledzu. Por çka kanë? Majnë men shumë. Andaj memoria e tyre e madhe e bani që neve me në arë Kur'ani i pandrishushëm. Dhe kur hinën një arabët në fe, u detirun me ba mushafin. Kur hinën një arabët në fe, u detirun me shkrujt në libër. Pse valë? Nga se mo rrezikohet memoria arabëve, andaj du të me qitë mushaf. Fjala mushaf është nga fjala e Abesinis, Etiopis, mushaf, me një vend me mledh. Po pse e mledhën me një vend? Pse nuk e mledhën kohën e Muhammedit s.a.s. Pse nuk e mledhën kohën e Abu Bekrit? Nga se ishin arab që e mojshin men, nuk tolereshin një zanore me lëviz nga vendi vet. Andaj kjo është një merit e arabëve, dhe se në Allahu Gjellewala e ceki në Kur'an, ai është i cili analfabetve ja uqoj, edhe ai vet analfabet alayhi salatu wassalam, por se kjo analfabet mos tingëllon kes me veshët e juve, por se është një merit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe do ta përmendmin nga analfabetizmi i tij, se është analfabetizmi çka thon Qadhi Iyad, analfabetizmi i tij është mu'jize për pejgamberin. Një analfabet që s'di me shkrujt, kur s'ka lexu, kur s'ka shkrujt, e bjen një libër që s'munën me shpjegue ma të lexueshmit, ma të shkolluar, ma akademikat, kjo që shqibje? Muhammedun Rasulullah, Muhammed është i dërguar i Zotit. S'ka ndryshe, nuk ka ndryshe. E njëri pa shkollë me thonë kësi fjallë, është e pa mundër. Andaj fjalla analfabet në Kur'an për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam është merit dhe jo mangësi. Merit dhe jo mangësi.
Sa i përket emrit të tij alayhi salatu wassalam, emri Muhamedit alayhi salatu wassalam, emri Muhamedit alayhi salatu wassalam, kanë thënë dietarët, është emri më i mirë. Ka përmendur Ibn Kathiri në librin e tij El Bidaya wa Nihaya, e cila është historia më e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fillimi dhe mbarimi. Megjithëse është fillimi dhe mbarimi, kanë thënë dietarët, ka shumë çka s'ka shkruajtur Ibn Kathiri. Për me vërtetu fjalën e parë që ka e tham, kur kush nuk e di historinë krejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Ibn Kathiri, emri Muhammed është emri më i mirë në të gjithë pejgamberët dhe në të gjithë njerëzimin. S'ka emër më të mirë se emri Muhammed, nga se i ka di kuptime. Emri i parë, kuptimi i parë, Muhammed ila Allah, i lavdrum dhe me merit të Allah, të Zoti vet, Muhammed, dhe i lavdrum të njerëzit. Dhe kulmi i kulmit meritave është kjo, me dasht Allahu dhe me dasht këtë njerëzit. Këta vështirë është me mri, shumë vështirë është me mri, me dasht Zoti dhe me dasht njerëzit. Allahu na mundsof me u bë për ndjekësve të tij, me fitu meritat e Zotit dhe meritat e njerëzve. Kjo është shumë e madhe. Ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyy, dhe nuk e di kujt e ka mundsuar Allahu çështu, përveç hoxhës tëm Sheikhul Islam Ibn Taymija, po kjo nuk është tema jonë. Muhamedi alayhi salatu wassalam e don Zoti, e don Xhibrili, e dojnë krejt melaqët, po e dojnë edhe banorët e tokës. Derisa kanë thënë disa dietarë, e dojnë edhe shkijët. Nga urrejtja e madhe e dojnë. Mirën me ta, angazhohen me ta, e studiojnë, çka ka thënë, pse ka thënë. Kanë shkruajtur libra, një francez e ka shkruajtur një libër ku i ka mbledh krejt hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga elifi deri në je. Dhe kjo të përdoret sot si fjalor për musliman. Dhe këtë këta e ka po pse, çka ka thënë ky njeri i madh. Çka ka thënë ky njeri i madh? Ne ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Wa rafa'na laka dhikrak", dhe ta kemi ngrit lart emrin tanë. Andaj emri i tij, këtë emër që kemi përmend, është emri i cili janë pajtu këtë ulemat, se deri që tu i dihet emri baba dhe babgjyshi. Mandej kur gjo nuk i dihet. Mandej asnjësa nuk i dihet. Ka rivajete shumë të dobta, ka transmetime të likta, mirë po nuk vlen për argumentim. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i biri i Abdullahut, i biri Abdul Muttalibit, i biri i Hashimit, i biri Abdi Menafit. I di se këto emra i keni dëgjue, por se ti përsëritin për ta rënjos bindjen mbi fisin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I biri i Qusayit, i biri Kilabit, i biri Murras, i biri Ka'bit, i biri Lu'it, i biri i Ghalibit, i biri Fehrit. Emra arab për juve ndoshta të vështirë, por se kjo është farefisi Muhamedit alayhi salatu wassalam. I biri i Malikut, i biri Nadrit, i biri Kinanës, i biri Khuzaimes, i biri i Mudrikës, i biri Ilyasit, i biri Mudarit, i biri Nizarit, i biri i Maidit, edhe i biri Adnanit. Ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyy, deri te Adnani me ijma, pas kësaj na kur gjë nuk është e besueshme. Kjo është emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedit i dihet babgjishi i Adnanit, dhe Adnani me pajtimin e të gjithë ulemave dhe historianëve dhe atyre që janë mirë me studimin e historisë, është nga nipat e Ismailit alayhi salatu wassalam. Pastaj kanë diskutu sa ka prej Adnanit deri te Ismaili alayhi salatu wassalam. Disa kanë thënë 40, disa kanë thënë më pak, e kështu me radhë. Çdo sa çka thuhet këtë aspekt është e panjohur dhe njeriu duhet mund dal tek faktet. Atje ku s'ka fakt, atje s'kemi mundësi me vazhdua. Atje nuk kemi mundësi me vazhdua. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë thënë Imam Buhariu, ka thënë alayhi salatu wassalam, bu'ithtu min khayri quruni bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu min al-qarn alladhi kuntu min. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam dërguar në brezat më të mirë të bijve të Ademit. Dhe kjo është lavdrat për arabët. Lavdrat për arabët. Tash parashtrohet pyetja, a lejohet me lavdru dikan i cili është musliman? Me pajtimin e muslimanëve krejt, pite baba vet,
prej të babavet, Abdullahi, kërrej deri në fund, përveç se me përjashtime nuk i dihet kush janë musliman. Këtë janë jo musliman. Abdullahi, Abdul Muttalibi, Hashimi, Abdi Menafi, nuk janë musliman. Pejgamberi alayhis salam në Sahih Buhari thot, jam dërguar nga brezi më i mirë. Ha dikush thot, sikletavët nga kjo. A lejohet me lavdru babën kurse musliman? Lejohet me lavdru babën kurse musliman. Pse vallë? Se jetë e lavdru në pika çka ti jetë e lavdru, ai është fisnik. Ai nuk ka vënë zina. Ai është njëri ndërgjetshëm. Ai është njëri moralshëm. Kur sa i përket Islamit, kjo pikë tjetër. Sa i përket Islamit, kjo pikë tjetër. Andaj Muhamedi alayhi salatu wasalam i lavdron babgjyshat e tij nga aspekti çka? Nga aspekti morali dhe i ndershmërisë së tyre. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadithi që ka nxjerrë Imam Muslimi, tha alayhi salatu wasalam, inna Allah istafa Kinanata min waladi Ismail. Allahu e ka zgjedh Kinanën nga bijtë e Ismailit. Wastafa Quraishan min Kinana, dhe e ka zgjedh Quraish nga Kinana. Wastafa min Quraish Bani Hashim, dhe nga fisi Quraishve e ka zgjedh fisin e Hashimit. Wastafani min Bani Hashim, dhe më ka zgjedh nga fisi i Hashimit. Do më thonë këtë këto fise dhe këto emra janë të ndershëm, të moralshëm dhe nuk kanë bërë zina njëri prej tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër ka thënë alayhi salatu wasalam, ana sharif ibn sharif ibn sharif ibn sharif, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, unë jam biri i të ndershmit, i biri i të ndershmit, i biri i të ndershmit. Disa dietarë kanë keq kuptuar këtë hadith dhe kanë thënë se kjo është argument sa ata janë musliman, por kjo nuk është e vërtetë. E vërteta është se krejt babalart e Muhamedit alayhi salatu wasalam asnjëherë nuk kanë bërë në jetën e tyre zina. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalë jo veç nga baba vet, po asnjë bab a babgjysh as tërgjysh s'ka bërë zina, po ka qenë i martuar. Kështu ja ka rujt Zoti jon te bareke ve teala deri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj dietarët në këtë aspekt kanë përmend një histori e cila quhet e njohur tek juve viti i elefantit. Këta e përmend më shkurt dhe me këta e përfundojna këtë parahyrje të arabëve dhe fisit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përmendet në histori viti i elefantit. Ku jemi të datlindja, jemi të viti i elefantit. Dietarët janë pajtuar me pajtimin e pa diskutueshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lind në vitin e elefantit. Cili është viti i elefantit? Është një sure që mban titullin Suratul Fil, sureja, kaptinaja e elefantit. Cila është kjo? Ky mesazh i kësaj sureje, në vitin e elefantit është regjistruar lindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është polemizuar më njëherë pas vitit muaj dhe janë pajtu për një muaj. Janë pajtu shumicat dërmuese e muslimanëve se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka lind në vitin në muajin Rabiul Awwal. Rabiul Awwal. Disa kanë thënë Ramazan, po kjo s'qëndron fare. Më e vërtetë është se në Rabiul Awwal. Nëse i shoqit mi faktet edhe kjo nuk qëndron, por se tek muslimanët është e njohur, nuk dëshirojmë me hiksi debate. As kjo nuk qëndron fuqishëm me argumente se kanë lind në Rabiul Awwal. Pastaj te data ka edhe më shumë polemik. Pra, pajtueshmëria e parë është viti Rabiul Awwal, i cili në përshtatshmëri me vitet që ka neve jemi sot 2018, që ka i qojnë viti Gjorgjian, Miladi, i supozum në vitin se ka lind Isa alayhi salatu wassalam, është në vitin 570 apo 571 të numrimit që ka jemi sot. Viti elefantit me pajtueshmëri. Rabiul Awwal tek shumica dërmuese e muslimanëve dhe ulemave, pastaj data e lindjes tek shumica e ulemave 12. Por më e vërteta është mes 8 dhe 12. Mes 8 dhe 12. Dikush thot, po kur gjë s'qëndroi ka. Kur gjë nuk qëndroi ka. Kjo e polemizuar, kjo e polemizuar. Kjo nga se ata që e kanë regjistruar vdekjen s'kan problem. Kur ka vdek, cilën ditë ka vdek, cilën datë ka vdek. Pse? Se kur ka lind, se kanë ditë se është pejgamber që ta regjistrojnë.
Ai kur ka lind, kur kush se ka ditë se është pejgamber që ta regjistrojnë. Me thonë lindi Muhamedi biri Abdullah, që kjo është pejgamber, nuk e ka ditë kur kush. Andaj nuk ka pas pajtueshmëri kur ka lind. Por se këtë e mojnë men se ka lind në vitin elefantit. Cili është viti elefantit? Të gjithë e dinin ngjarjen, do ta përmendmi shkurtimisht. Ka qenë në Yemen një guvernator i Abesinis, Etiopis, pra një kryetar, nën kryetar i Etiopis, i cili ka qëndruar në Yemen. Atje ka ndërtu një kishë të madhe dhe ka synu me atë kishë dhe atë shtëpi të boje qendër të Yemenit dhe Arabeve dhe gadishullit arabik. Por se i ka vorë rivalitet dhe i ka dollë kërshi qabja. Dhe njerëz të ka ndosh qabën. Allahu ka lëshu dashuri për qabën. Qish në korat e lashta. Andaj, duke morë nam kjo kishë dhe kjo vend në Yemen, ki e mba në emrin Abraha i Yemenit. Dhe i kanë thonë, kret kjo puna jote ka me shku huq. I kanë thonë ata këshilltar, mos u mundo se kjo pun ka me shku huq. Pse ka me shku huq? Se njerëz po mbledhen në Qabe më shumë. Ku po mbledhen? Në Qabe, në Mekë. Ka thonë e sosmi këtë pun. Qysh e sosmi këtë pun? Erxojmë ata jetë e jemja veç. Dhe mor iniciativë dhe mbledhi ushtrin dhe i mor në atë ko elefantat për me luftu Qabën. Për me luftu Qabën, me rëzu. Për çfarë arsye? Për me ngel autoriteti suprem vendit dhe shtëpisë që aje kishte ndërtu. Por se Zoti jon Gjelle Gjelaluhu nuk dëshiroj ata. Nuk dëshiroj. Dhe kjo argumenton se Zoti jon Subhanahu wa Ta'ala veç aj erun fejen. As kush s'ka takat me rujt fejen. As ka pas sahabe, as pejgamber, krejt kanë qenë idhujtar pagan. Ata që kanë qenë kujdestar Qabes kanë qenë pagan. Por se nuk është puna të paganizmi i tyre, është puna se kjo Qabe ka pasot më bakivle muslimanëve. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu regjistron këtë historinë në Kur'an. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, a nuk e she o Muhammed, sikur me parë, nga se kjo ngjarje është e pajtuar në mesin e gjithë njerëzve. A nuk e she o Muhammed se çka ka bëu Zoti jot me pronart ato zotrust e elefantëve. Çka banën? E mor ushtrin dhe shkoj në Mekë. Para se me mrin Mekë, i qoj delegacionin e vet, mesazhin e vet, të thirrni kryetarët. Pjerni kryetarë dhe në atë kohë kush ishte kryetar? Ishte Abdul Muttalibi. Abdul Muttalibi e kishte emrin Shejbe. Abdul Muttalib e ka marrë këtë nofk për një arsye, tash do të më një histori shumë. Shejbe e ka pas emrin. Ky Shejbe Abdul Muttalibi ka qenë kryetar i Arabëve dhe e ka thirrë. Dhe kur ka shku me delegu me ta, a i ka thënë unë s'kam fuqi. Dhe në atë ko Abdul Muttalibi si kryetar ka pas shumë deve, nga se i ka majt ata dhe ka qëndru me ta dhe ka pasurin e ti e ka vendos në shërbim të popullit të ti dhe i ka pas 100 deve me veti. Thot, çka dush ban? Kja merë devet. Kur ja merë devet, kthehet pas Abdul Muttalibi në Qabe dhe ju thot Arabëve, kryetari e Yemenit ka arë me rëzu Qabe. Ka thonë, unë si kryetar i juve dhe kujdestar i juve, jap mesazh krejt me largu në për lugina dhe në për male. Lëshon e Qabën me zotin e vetë, se na s'kena takat me këtë kryetar. Ka arë me elefanta. Shkon kthehet Abdul Muttalibi me një shok të ti nga Yemeni dhe i thot, a ka mundësi edhe një herë me folën me Abraham? Thot, ka mundësi. E qojnë, e kthejnë prapë. Dhe bisedon për zdyti. I thot, a ka mundësi mi kthije devet? Thot, kur të pash mu duke i madh. Abdul Muttalibi ka qenë njëri madh. Dhe prej cilësive të Abdul Muttalibi, kur e kanë pa Abdul Muttalibin, janë friksue. Janë friksue. Sikur që Muhamedi s.a.s. e ka trashëguar këta nga babgjyshi i tina. Si, kur e kanë pa Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, e kanë pa që ki ka mu ka njëri madh. Shumë njëri madh. E vetëm nga pami. Andaj Abdullah ibn Selami çka tha? Kur e ka pa, veç kur e ka pa Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, kjo pejgamber. Kur e ka pa murgu atje në Sham, Buhajra ka thonë, kjo pejgamber. Ikni me këtë djalë se ki ka punë të madhe me bë, Allahu xhallahu ala me këta. I tha Abraha, kur të pash
u frigova, njëri madh. Tha po tash rave për syve të mi. Tha pse rash? Tha une po du me të ardzu shpijen e cila baza fejes tane. Edhe ti mi lip ti devët, të ti devja pas ka më shumë vlerë se feja jote. Tha shiko kretar, kjo qabe e ka një zot. Nëse do aj me rujt, ti kur gjosën ki me va. Si do je me rdzu, aje ka rdzu, i ka thonë leje me rdzu. Lil bejti rabbo, ka thonë shpija e ka zotin e vetë. Ka thonë e në rabbul ibil, ka thonë unë jam i zoti që ti në deveve, apo mi këthen. A ju ka duk që sharaki, ka thonë këtheja deve, dhe është këthi me deve. Dhe janë shpërnda arabët e kanë lënë qabën vetë. Pse e kanë lënë qabën vetë? Për mu realizu fjala Zotit elem tëra kejfe feala rabbuke bi ashabil fil. Asni njeri kush e ka rujt këtë shtëpi? E ka rujt Zoti vetë, Allahu te bareke wa taala. Vjen Abraha, i lëshon elefantat, dhe elefantat në drejtim qabës, pak para se me mrin qabë në periferi, nuk shkojnë drejt qabës. I kthejnë ka Shami, ato të vrapu. I kthejnë nga ana tjetër, nga Jemeni, të vrapu. E kthejnë ka qabja, nuk shkon. Dhe fillojnë me i godit elefantët, pse nuk dëgjojnë. Dhe deri sa ata ishin t'i godit elefantët, Allahu subhanahu wa ta'ala dërgon, çka dërgon? Shpend. Tajran ababil. Tha Allahu Jelle Jalaluhu, Allahu i dërgon atyre shpend ebabil. Ebabil tuftufa, të grumbulluara klasa. Termihim bi hijaratim min sijil. Ata i kanë godit me gur të baltës. Pra balta e forcu me mirë në çfarë madhësie? Madhësinë e kokrave të vogla. Sikur kokra e fasulës, e pasulit, shumë të vogla. Por se atë shfuqishme, derisa kur e ka godit një gur, ata i kanë post çdo zog nga 3 gur, një në gojën e tij dhe 2 në këmbët e tij. Nëse e ka godit veç një guri, një person, ai guri e ka çapë për xhims njeriu. Dhe ka deportu për te njeriu. Më të fuqishme se këtë mjetët e sotshme të përparuar me të ardhme. E ka godit Zoti jon te bareke ve teala. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dhe i bëri Zoti jon xhelle xhelalu këta ushtri dhe këta njerëz si asf. Asf është gjeth. Ma'kul i hangt. Por asf dietar kanë thënë për dorët e arabët ajo gjethi që ka jipët hajvanëve dhe kafshëve për me hangër. Kur të haje hajvani gjethi dhe nxjerr për jashtë, ata e ka bërë copa. Kështu Zoti jon xhelali përshkruan trupat e ushtrisë Abrahas dhe kthehen të dështuar, ja lëshon Allahu një sëmundje këtij Abrahas dhe kthehet si zog i vogël, është zvoglu shumë nga të kestit dhe vdes një grumbull i madh i ushtrisë dhe vdes para se mu kthie Abraha dhe kështu Allahu te bareke ve teala e mbron qabën. Kur e shohin me kelit nga kodra këtë ngjarje, çka bojnë? I shtohet autoriteti dyfish Abdul Muttalibit kur i tha se Zoti ka merrujt qabën dhe ja u dhan autoritetin të vërtetuar familjes së Abdul Muttalibit, dhe kjo ishte një përgatitje e madhe për ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në gjëratën e ardhshme me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu do të përmendim se si e martoi Abdul Muttalibi djalin e tij Abdullahin me Aminën, njënën prej grave të ndershme të asaj kohe, dhe prej tëre lindi njeriu më i mirë i njerëzimit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe si ndodhi ngjarja e Abdullahit dhe si u rrezikuat nga bërja qurban për nga ana e Abdul Muttalibit dhe gjitha ngjarjet që përmendim me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelaluhu të na shlon dashuri për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Amunson Allahu te bareke wa taala që në zemrat tona mos ketë njeri më të dashur se Muhamedi biri Abdullahut alaihi salatu wassalam. Elusim Zotin ton xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke wa taala veprat e mira tona Allahu t'i bën qabul
veprat e liga, gjunahet, Allahu na i fal dhe të na mëshiron. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu na mundson me mri shumë Ramazane duke qenë me iman, me islam, me shëndet. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu musliman kudo që Allahu të ndihmon, jetimat e muslimanëve Allahu t'i pasuron dhe t'i mbulon, fuqarat Allahu t'i pasuron dhe t'i mbulon nevojat e tyre, e pasanikt për muslimanëve Allahu t'i ban të xhimert. Elusim Zotit don xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na jap përfundim të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi.